I nderuar kryetari i Komunës së Vushtrisë, Zotri Feriti Drizi, të nderuar familjarë të familjes Gërxhaliu, të nderuar familjarë të martirëve, familjarë të dëshmorëve, veteran e invalid të luftës, përfaqësues të institucioneve, të dashur qytetarë. Sot sjellim para jush një rrëfim të rëndë dhe të dhëmshëm, një kapitull historik nga historia e dhunshme që përjetoi populli i Kosovës gjatë luftës së vitit 1999. Më 31 maj të atij viti, forcat serbe kryen një nga aktet më çnjerëzore në qytetin e Vushtrisë, duke masakruar Selatin Gërxhaliun, një veprimtar të shuar, bashkë me 12 anëtar të pafajshëm të familjes së tij. Ky akt barbar, i kryer në fund të luftës, përbën një përpjekje të egër për të heshtur zërin e atyre që guxuan t'i qëndrojnë padrejtësisë, duke lënë pas vetëm dhimbje, heshtje dhe frikë. Por ne jemi këtu sot, që të mos harrojmë, të rikujtojmë, të nderojmë jetët e humbura dhe të dëshmojmë me fakte, me rrëfime dhe me ndërgjegje. Ky është kujtimi për Selatin Gërxhaliun dhe familjen e tij. Ky është një borxh që ja kemi historisë. Në shenjë nderimi dhe respekti, ju lus për një minutë heshtje. Lavdi. Të nderuar të pranishëm, në këtë ditë përkujtimore na bashkon jo vetëm dhimbja e thellë, por edhe përkushtimi i palëkundur për t'i mbajtur gjallë kujtimet dhe për të mos harruar kur këtë tragjedi. Fjalën e rastit do ta marrë kryetari i Komunës së Vushtrisë, Zotri Feriti Drizi, i cili me përkushtim të jashtëzakonshëm ka mbështetur përpjekjet për ruajtjen e kujtesës historike dhe nderimin e viktimave të luftës. Fjala për ju, nderuar kryetar. Nderuara familje e Selatin Gërxhaliut, nderuara familje Gërxhaliu, të nderuar përfaqësues të institucioneve qendrore, të institucioneve lokale, përfaqësues të shoqatave të dalë nga lufta, familje të dëshmorëve, veteranë dhe invalid të luftës së ushtrisë ligjore të Kosovës, shumë i nderuar profesor Nusret Llana, zëri i Radios Kosova e Lirë, që sot jeni prezent për të nderuar gjakun e derdhur për lirinë e Kosovës. Jemi mbledhur sot këtu për të përkujtuar një ndër masakrat më të tmerrshme që okupatori barbar serb shkaktoi në fundin e luftës në Kosovë, zgjodhi pikërisht familjen e patriotit, atëtarit, veprimtarit të shtuar të çështjes kombëtare Selatin Gërxhaliu, në vazhdim e atyre masakrave që u bëri shumë familjeve anë kënd të Kosovës. Sot, 26 vite më vonë, kriminalet enden të lirshëm, ndërkaq drejtësia hesht. Por, po ajo drejtësi nuk hesht duke fabrikuar akuza të paqena për t'i dënuar udhëheqësit e ushtrisë ligjore të Kosovës, për t'a gjykuar ushtrisë ligjore të Kosovës, për t'a gjykuar luftën e popullit shqiptar për liri dhe pavarësi. Kjo pra është drejtësia deri ku ka ardhur në këtë pikë. Familja Gërxhaliu përjetoi një ndër masakrat më të tmerrshme, të cilën e përjetuam të gjithë qytetarët e Vushtrisë dhe mbar Kosovës. Sot, kur po përkujtojmë këtë masakër më barbare, Komuna e Vushtrisë ka vendosur që shtëpinë e Selatin Gërxhaliut ta shndrojë në muze dhe presim shpejt që edhe Qendra për Trashëgimi Kulturore dhe Ministria e Kulturës të jap verdiktin e vet. Do ta shndrojmë në muze për ta ruajtur kujtesën historike. Edhe pse shumë e dhëmshme, kjo histori e jona e përgjakt me shumë sakrificë, duhet ta përcjellim të gjeneratat e reja, brez pas brezi, për t'ju rikujtuar atyre se liria të cilën sot e gëzojmë ka pas çmimin e gjakut.
Pra, o derdh shumë gjak, shumë mund, shumë sakrificë që sot të jetojmë në Kosovën e lirë dhe të pavarur. Këtij çmimi të shtrejtë ju bashkua familja Gërxhaliu, familja e Selatin Gërxhaliut. E di që në çdo përvjetor shtohen dhimbjet, kthehen kujtimet, ato kujtime të cilat janë të tmerrshme, të paharruara, por mbi të gjitha mos të harrojmë, sepse edhe vetë kjo liri nuk do të vinte pa u derë ky gjak. Pra ky gjak është themeli i lirisë dhe i pavarësisë së Kosovës. Kjo familje e nderuar që dha kaq shumë antar të familjes, i dha për lirinë e Kosovës, për atë dhënë tonë. Këta janë martirët e kombit tonë. Lavdi martirëve të kombit, lavdi dëshmorëve të kombit. Respekt për familjen Gërxhaliu. Faleminderit të gjithë ju që keni ardhur sot ta nderojmë këtë gjak që u derdh për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. I përjet shumë qoftë kujtimi për ta. Faleminderit i nderuar kryetar. Ngjarja e 31 majit të vitit 1999, masakra ndaj Selatin Gërxhaliut dhe 12 anëtarëve të familjes së tij, nuk është vetëm një akt kriminal që goditi një familje. Është dëshmi e qartë e përpjekjes serbe për shfarosjen e zërit shqiptar, për nëpërkëmbjen e dinjitetit dhe për shuarjen e rezistencës qytetare në prag të shtirimit. Për të hedhur dritë mbi këtë ngjarje të rëndë, për ta vendosur në kontekstin historik dhe për të na rikujtuar përgjegjësinë që kemi për ruajtjen e së vërtetës, fjalën do ta marr studiuesi dhe historiani Zotri Izet Miftari. E para pranderes së shtëpisë ishte nëna Sad, 85 vjet. Sikur kishte bërë përpjekje të dalë në ndihmë familjarëve të saj. Ishte skenë trishtuese. Dhoma ishte thyer dhe shkatëruar. Fëmijët kishin mbetur njëri mbi tjetrin. Gjaku e kishte mbuluar trupin e tyre të njohur. Biberaja dhe Saferi kishin mbetur të vrarë në një organ. Ishin përpjekur të fshehin trupin e tyre të vogël, ndërsa në qushin e dhomës afër derës ishin të masakruar Muharremi dhe Mexhiti. Dera e thyer, muri i dhomës dhe i shtëpisë ishin të stërpikur me gjak. Lodrat dhe çantat me libra të fëmijëve shkollave të vegjël ishin coptuar, ishin gjyrosur me gjakun e tyre. Në krahërorin e nënës, Sabaudini i vogël ishte afruar, kishte kërkuar ndihmë, mbështetje, e kishte shënguar me duar të vogla nënën. Ishte tmerr i papar. E tërë familja Selatinit ishte vrarë e masakruar. Përfundon një pjesë e rrëfimit të rënqës të Gzinës, Nezhmijës dhe Sarës. Nderuara familje Gërxhaliu, nderuar kryetar komunës Fethi Drizi, nënkryetar Naku, kryesuese Bashulli, të nderuar antar shoqata të dëshmorëve, të martirëve, përfaqësues të institucioneve, të nderuar të anëshëm zone dhe zotëri. Rëno vetëm për me tregue, ka shkruar Adzet Plumi. Prandaj e fillova këtë fjalë rasti me një pjesë të rrëfimit që ka lënë Gzime, Nezhmije dhe Sara Gërxhaliu për masakrën ndaj familjes së Selatin Gërxhaliu në Sulime. Gjatë luftës 98-99, e sidomos në kohën e bombardimeve të NATO-s, mars qershor 99, fatkeqësisht thuajse ishin të përditshme masakrat që pushtuesi shoqëror serb kreu kundër shqiptarëve në përgjithësi e vështrësi në veçanti e qeshin. Në Ershlan me 22, 23 dhe 24 shtator 98, në Galic me 24 shtator 1998, në Reznik me 6 prill 1999, në Studime me 2 maj 1999, në Vështre me 22 maj 1999 dhe ndaj familjes së Selatin Gërxhaliu me 31 maj 1999. Brenda muajit maj, vetëm në komunën tonë përkujtuam 3 masakra të mëdha. Me të vërtet dhimbje, emocion e as pak e lehtë për të krijuar të tmerre. Megjithatë, nuk është rastit kur thuhet se liria nuk falet, përfituhet me sakrificë.
Liria është një martim I vetëm, gjakurin I martirëve e I dëshmorëve tanë. Studime mëngjes ditë hanë, datë 31 maj 1999 ndodhi tragedia e radhës. Policia, ushtria serbe masakroi 12 anëtarë të një familje. Salja Gërgjaliu 35 vjeç, Gjemal Gërgjaliu 63 vjeç, Selatin Gërgjaliu 50 vjeç, Fahrie Gërgjaliu 40 vjeç, Sofie Gërgjaliu 30 vjeç, Shaba Gërgjaliu 16 vjeç, Muharrem Gërgjaliu 30 vjeç, Mejid Gërgjaliu 12 vjeç, Abdurrahman Gërgjaliu 9 vjeç, Mebera Gërgjaliu 6 vjeç, Safer Gërgjaliu 6 vjeç dhe Sabaudin Gërgjaliu 5 vjeç. Me 28 mars 1999, te lagja dalë në ushtre, një polic serb kishte vrarë Shahin Gërgjaliun, djalin e Selatinit, kështu ishin vrarë 13 anëtarë familjes së Selatinit. Sipas dëshmitarëve, në fillim policët serb kishin dhënë peng Gjemalin, Selatinin dhe Shabanin, djalin e Selatinit, dhe dyshohet e besohet se I kanë detyruar të shndrojnë në dhomën ku është kryer krimi makabër ndaj familjes së Selatinit. Me të vërtetë ky është sadizëm kriminal. Pasi kanë ekzekutuar familjarët e tyre, të 30 peng I kanë larguar rreth 1 kilometër nga shtëpia ku ishte kryer krimi, rreth 200-300 metra larg vendit I quajtur te hambari komunistës, ku aty kriminalit serb ekzekutonin edhe 3 pengmarrësit shqiptar. Doktor Shukri Gërgjaliu ka thënë, citoj, një ngjarje shumë e tmerrshme në studime ndodhi në 23 maj 1999, ku u dhënuan, u ekzekutuan e u masakruan 8 femra. Ishte skene të tmerrshme kur ato gjetën të ekzekutuara e të masakruara. Të proni në studime. Mbi këtë prua, pas luftës, trupat bojtë të Kosovës ndërtuan një ugër që pakëzuan me emrin simbolik Ura e Qikave. Kulmi I vrasjeve mizore ishte masakrimi familjes shumë anëtarëshe të dëshmorit Selatin Gërgjaliu në mëngjesin e 31 majit 1999. Selatini ishte veprimtar I dalluar, I cili bashkë me kushërit e të tjerë zhvilloi aktivitete para dhe gjatë luftës, përfundon një pjesë e rrëfimit të doktor Shukriut tashmë në Avshim. Bazuar nga të dhënat që kemi, për nga numri I viktimave, ushtria radhitet të 6 në nivel Kosovës. Mirë po, deri në sot, vetëm një kriminal serb, Zoran Vukotić, është dënuar me 8 vjet burgim. Informacionet janë se shumë dokumente e dëshmi për krimet serbe në komunën e ushtrisë janë dorëzuar drejtësisë ndërkombëtare, duke përfshirë edhe për masakrën ndaj familjes së Selatinit. Fatbardha, Sabedini dhe Serbia kishin siguruar një aparat dhe kanë fotografuar të masakruarit në dhomën e krimit në 31 maj 1999. Edhe këto foto janë dorëzuar drejtësisë ndërkombëtare si dëshmi e krimit makabër. Po ashtu edhe Kemëridia në ushtri ka siguruar shumë emra të dëshuarve serb që kanë kryer krime në ushtri. Ka kaluar mbi një shekulli dhe gradualisht kryesit e krimeve janë plakur e disa dhe mund të kenë vdekur. Prandaj janë momentet e fundit që kryesit e këtyre krimeve makabër të hetohen e të gjykohen. Nga ana tjetër, opinioni serb, përveç që është I kontrabanduar me qëllim e paqëllim, me të vërtetën se çka ka ndodhur në Kosovë, fatkeqësisht ende mban dhe nxitu rrjetën e pakuptuar të anti-shqiptare. Por, pa u pranuar e vërteta e asaj se çfarë ka ndodhur në Kosovë, e ardhmja e raporteve serbo-shqiptare të mbetet pezur. S'mund të ketë paqe pa pranimin e të vërtetës dhe fajësisë. Përndryshe, gjërat do të jetë pa parashikuara dhe ardhmja është e pasigurt. Mirë po edhe për serbët dhe shtetin serb, më nuk do të jetë lehtë, ose më mirë, nuk do të mund kur ta kthejë kohën mbrapa. I kanë shkaktuar gjëra të rënda shqiptarëve, sidomos në Kosovë dhe kështu, që nuk kanë as të drejtë ndërkombëtare, por as morale të kërkojnë diçka për cilën vetë ata janë vajtuar. Ata nuk na trajtuan të barabartë, edhe ne u detyruam të zgjedhim rrugën e mbijetesës që kushtoi shumë, për në fund edhe rezultatin. U shliruam dhe formuam shtetin tonë. E nderuara familje Gërgjaliu. Nga të dhënat statistikore që kemi, ju jeni një nga familjet jo vetëm në nivel komunës, por edhe në nivel Kosovës që për nga numri të vrarëve dhe të masakruarve keni pësuar shumë. E kuptoj, është kjo e rëndë, për gjaku I tyre ishte drita e lirisë që po gëzojmë e po jetojmë, ne të gjallët sot, sidomos
ne që i kemi përjetuar ato ditë vitet meri që nuk më të harohen e kur më së përsëritin. Lavdi të gjithë të rëve për lirin. Faleminderit. Faleminderit zotrin iftari. E tani do të dëgjojmë një zë që mban mbi supë dhe në zamër dhimbjen e humbjes, por edhe dignitetin dhe qëndresën e një familjeje që u bë simbol i sakrificës në luftën për liri. Në emër të familjes Gërxhaliu, për të ndarë me ne disa fjalë për kujtimi e mirënjohje, ftoj zotrin Safet Gërxhaliu. Të nderuar të pranishëm, Milita, mirë se keni ardhur, të nderuar kryetar, të nderuar familjar, të nderuar kontribuesant të lirisë, ushtar, veteran dhe martir, të nderuar lajmëtar i Kosovës së Lirë, profesor Plana. Me thënë të drejtën, nuk ardhur në këtë bind i pyeta dy miq të më ndihmojnë e çmoj përvojën e tyre edhe edukative dhe personale dhe kërkoja ta gjej një metodë të maj emocionet në kontrol, sepse përkundër asaj që flet para mediave, këtu ka emocion, ka ndjenja dhe nuk është e lehtë që të dilet përpara. Është vërtet që sot është një përvjetor që ngjall dhe kujton dhimbjet, është një përvjetor që i zgjon emocionet, por nuk u përgatit ato fjalim, po do të tentoj atë çka ndjej të ndaj me ju. Më kujtohet një udhëtim në Japoni, kisha një takim me kryeministin japonez dhe më bëri përshtypje përgjigjja tina në pyetjen time pse japonezët jetojnë gjatë. U përgjigj në një buzëqeshje vërtet aziatike, specifike, po shpirtërore, që gjërat që nuk mundna me ndryshu, i pranojmë qyshjon, po i ndryshojmë atë çka mund e ndryshojmë dhe ecim përpara. Është vërtet që sot ne me krenari i kujtojmë martirët, dëshmorët, ata që kontribuan për lirinë e Kosovës, por pyetja që duhet të adresohet sot, për hir të aktualitetit të krijuar në Kosovë, vallë a vetëm shqiptari vrar, i masakruar dhe i vdekur është i mirë? Çka bëjmë që duke i kujtuar dhe respektuar të vrarit, të bëjmë për gjallë dhe të krijojmë një perspektivë më të mirë drejt ardhmërisë? Kjo përçarje, kjo që po i ndodh Kosovës, është ushqimi më i madh që po i servohet armiqve të Kosovës dhe të popullit shqiptar ndër shekuj. Nëse viktimat, martirët dhe këto kujtime apo ditë përkujtimore nuk na bashkojnë, lind pyetja çka duhet të ndodhë me popullin shqiptar që kemi unik. Çfarë ndjenje kemi pas ne sot si familje Gërxhaliu kur kemi prit 3 grupe, 3 delegacione, 3 grupe shqiptare për të bërë homazhe tek varrezat dhe tek përmendorja e të vrarëve. Nuk ka qenë sakrifica dhe ajo më shtrejta e këtyre që kanë vdekë kjo Kosovë që kemi sot. Të politizohen martirët, të ndëshkohen miqët, të harrohen aleatët, të varrosen partnerët, nuk është në traditën dhe nuk është në embrionin e quajtur shqiptar. Prandaj besoj që nga këto takime duhet dalin mesazhe. E përgëzoj kryetarin e komunës për punë, për angazhim, për kushtim, për të rikujtuar kontributin e dhënë të këtyre martirëve dhe dëshmorëve, por duke pasur faktin parasysh që koha e bën çdo gjë dhe koha e merr çdo gjë, a nuk do të ishte rrugës ta kemi në nivel të komunës vetëm një ditë të përbashkët për të kujtuar dëshmorët, të mbledhen familjarët e atyre që kanë zemrat e thyra, të bisedojnë me zveti, të kujtojnë dhe të ndajnë kujtime, sepse vetëm në atë mënyrë ndoshta do të shfryhet ai mlefi i grumbulluar nga mërzia që nuk i kanë me të dashur aty. E dyta, a është kjo kostoja që po ja dhënë në shenjë falënderimi për jetën e tyre? Prandaj besoj që këta kanë sakrifikuar diçka shumë më tepër, e kanë dhënë jetën për një Kosovë pak më ndryshe, një Kosovë të zhvilluar, një Kosovë të qëndrueshme, një Kosovë model demokracisë dhe një Kosovë që ka bazament të historisë, 3 institucionet më kredibile të kalitura ndërkohë, institucioni i familjes, institucioni i respektit dhe institucioni i falënderimit që për fat të keq në Kosovë janë duke u venitur, të politizohen këto ditë, të kemi përçarje në këto ditë dhe tëra kjo të ndodhë në këtë Kosovë pas 26 vite liri nuk është shenjë dhe respekt ndaj këtyre që e dhanë më të shtrejtën për liri.
Prandaj dua të besoj që në të ardhmen do ta kemi një ditë përbashkët dhe ata që kanë dhimbje dhe mall të takojnë dhe të bisedojnë, dua të besoj që politikanët që bëjnë dhe veprojnë në këtë mënyrë do t'i prekin ndërgjegjja, sepse pa gjakun e tyre edhe kjo luftë për pushtet s'kishte qenë e mundur. Prandaj t'i nderojmë, t'i respektojmë gjatë, të bëjmë për ardhmëri, qoftë mendojmë të kuptojmë veprën dhe kontributin e dhënë të martirëve. Faleminderit për kohë, sepse sot ne kemi dhënë më të çmuarën, ajo është koha që më kthehet, jemi këtu për të ndarë pak brenin, mërzi edhe mall me familjarët. Ju jemi mirënjohës në emër të familjes Gërxhaliu dhe dharë Zotit që hera tjera në këtë mënyrë na ftoj kryetari i komunës kur do të hapen fabrika, do të hapen universitete, do të hapen qendra inovative dhe do të promovojnë vlera intelektuale siç e meriton ky popull dhe në fund të fundit siç e meriton sakrifisa e këtyre që ranë për liri. Faleminderit. Faleminderit Zotri Gërxhaliu. Në vazhdim të këtij përvjetori, në nderim të kujtimit të tyre, do të dëgjojmë dy poezi që flasin për dhimbjen që nuk harrohet dhe për zërin e heshtur që kërkon drejtësi. Poezinë Nuk harrohen do ta interpretoj Elma Gërxhaliu, ndërsa poezinë e Selatin Gërxhaliut, Zëri që flet në heshtje, do ta interpretoj aktoria e teatrit Tuana Grabovci. Në një shtëpi ku kishte vetëm dashuri, ku dëgjoheshin zëra fëmijësh e të qeshura pa fund. Erdhi errësira, jo si natë, për si dënim. Me armë në dorë, pa mëshirë, armiku hyri dhe preje në mes një jetë të pafajshme. Aty ku dikur lodrat prisnin duar të vogla, mbeti vetëm heshtje. Sofra o pushatis, o borri mbeti pa gjallëri, muri pa zëra e dera pa pritje. Zëri i fëmijëve nuk ishte më, vetëm një kujtim i dhimbshëm mbeti. Sikur diçka e shenjtë ishte shkatruar, për ata ishin bashkë në kujtimet tona. Ata nuk mund të cëptohen, sepse fryma e tyre është e pashuar, fryma që na mban të gjallë. E vajzë këtij fisi, me zërin tim i sill sot pranë, sepse kjo familje dha jetë për liri, dhe ne jemi këtë jo për të qarë, por për të kujtuar me dhembje, me nder dhe me krenari. Falenderojmë artistet tona për interpretimet. Me këtë akademi përkujtimore, sot nderuam jetën dhe veprën e Selatin Gërxhaliut, një figurë që me mendimin, fjalën dhe veprimtarinë e tij, la gjurmë të pashlyeshme në jetën intelektuale dhe publike të vendit tonë. Përmes kujtimeve, fjalimeve dhe reflektimeve të sotme, e rikthyem në kujtesën tonë një njeri të urtë, të përkushtuar me integritet, që gjithmonë e kishte Kosovën dhe të ardhmen e saj në zemër. Le ta ruajmë kujtimin për të. Faleminderit të gjithëve për pjesëmarrje. Lavdi jetës dhe veprës së Selatin Gërxhaliut. Faleminderit.